Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në vend. Një qytetare ka bërë me dije se nëna Vera, e moshuara që jetonte e vetme në Tiranë, është gjetur pa shenja jete në banesën e saj. Nëna Vera u bë e njohur për publikun në tetor të vitit të kaluar, kur dha një intervistë prekse. Rrëfimi i saj i sinqert preku zemrat e shumë qytetarëve, duke pasqyruar realitetin e vështirë që përjetojnë pensionistat në Shqipëri. Pas humbjes së të birit nga një arrest kardiak, ajo mbeti e vetme, duke u përballur çdo ditë me mungesën e mbështetjes dhe kushtet e rënda ekonomike. Në intervistën e saj ajo shpreh: "Nuk ka ça më duhet jeta mua për asgjë, si jam e zonja për vete", kur i thon: "Çfarë shteti është ky? Një goduj s'ka kush të ma jap, me 206.000 lek pension, çfarë të bëj unë?" Fatkeqësisht, ashtu siç jetoi në vetmi, nëna Vera ka ndërruar jetë. Trupi i saj është gjetur i dekompozuar nga komshinjt, të cilët alarmuan për mungesën e saj. Nëna Vera ka ndërruar jetë, është gjetur e dekompozuar në shtëpi. "Jam komshie", shkruan një qytetare. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.